ushtruan ndaj kryeministrit. Të diskutojmë e të merremi vesh. Nëse nuk mujmë, çka bëhet? Të shmongim zgjedhjet. Nuk mendoj që është dramatike. Jemi në komunikim edhe do të përpiqemi për çdo ditë që të arrijmë marrëveshje politike në mënyrë që të shmongim zgjedhjet e panevojshme, të parësyshme, sepse ato vetëm sa do të përsëriten. Pra u bëj thirrje edhe një herë liderëve të partive të tjera që të diskutojmë e të merremi vesh, sepse qytetarët e Republikës së Kosovës nuk duan zgjedhje, duan zgjidhje. E zgjidhja është marrëveshja politike. Domethënë nëse nuk mujmë, çka bëhet? E pse nuk pyet drejtonin? Po domethënë, po na nuk mund t'i drejtohemi gjykatës kushtetuese. Ai që mendon që është shkel kushtetuta do të drejtohet gjykatës kushtetuese. Përkundër që një gjykimi i tillë thotë. Unë mendoj thjesht që mund të zgjasë më shumë se një ditë konstituimi i kuvendit. Mendoj që zoti Kurti po do t'ju drejtohet sërish. Sepse kur nuk do të lodhemi nga dialogu politik. Do të vazhdojnë përpjekjet për konstituimin e institucioneve tona. Edhe PDK-s, edhe LDK-s, edhe AK-s do të drejtohet zoti Kurti. Sa mund të zgjaset, sepse pret edhe zgjedhja e qeverisë edhe e presidentit nga kjo konstituim. Çdo dëm që ju po e konsideroni se mund të bëhet, është më i vogël se ajo çka po në seancë, herën e fundit, dhuna, që ushtruan ndaj kryeministrit, edhe ndaj deputetëve tonë, edhe dyta, po ato ishte keq edhe atëherë. Unë veç për javë kujtoj që keni thonë. A jeni konsistent në ato që jo keq. Nëse është keq edhe kësaj radhe. Edhe e dyta, është ma pak dëm, se me shkun zgjedhje të reja. Domthonjë të dy këto dëme janë më të mëdha. Dëm është edhe me shkel kushtetutën i nderuar. Jo, nuk po mendojmë që është duke u shkel kushtetuta. Ne nuk mendojmë që është shkel kushtetuta. Kushtetuta, si se deni jo, për shkak të këtyre momenteve dhe proceseve që i kemi kaluar, sidomos prej vitit kaluar, prej shkurtit do të thoja, zgjedhjeve të shkurtit të vitit 2025, ka shku duke u interpretu, duke u etablu edhe matutje interpretimi kushtetutës tonë, sepse i patëm disa momente edhe vitin e kaluar, kur ishin të paqarta në aspektin konstitucional drejtimet edhe natyra e proceseve. Kështu që patëm disa referenca në gjykatën kushtetuese edhe në vitin e kaluar dhe ato pastaj u etabluan si procese. Edhe kësaj radhe, diskutimi ka të bëj lidhur me ditën e mbajtjes së seancës, edhe a e përbën një entitet vetëm, edhe a do të kryhet brenda 24 orëve. Mbajtja e seancës apo jo. Sipas disa ekspertëve, të cilë dallojnë interpretime, mund të zgjasë edhe më shumë se 24 orë. Seanca konstituive. Kështu që kështu është duke ndodhur edhe tash. Thjesht është duke zgjatur më shumë se një ditë themelimi i kuvendit. Nuk mendoj që është dramatike. Situata që është me interpreton opozita. Nuk është dramatike. Domethënë është pjesë e formësimit të matutjeshëm konstitucional të vendit tonë. Kjo është e vërteta. Tash kur do të thirret seanca, nuk mund ta caktojnë.